Задоволство и чест денеска да присуствувам заедно со председателот на владата, истовремено и со вице-премиерот Дураку, со колегите министри, со менаџментот на СМ во оставање на употреба на шестоцевото, една од најважните инвестиции од страна на СМ и вглавном од владата на Северна Македонија. Ние во последните 2 години и пол покажавме дека се грижиме за побола Шапка. Освен ова инвестиција што денеска ја пуштаме во употреба, треба уште еднаш да напоменам важноста на реконструкцијата на патот Тетово-Побола Шапка, што ги олеснува сите граѓани да може да ја посетат ова значителна туристичка дестинација во Северна Македонија. Ние како Министерство за економија, имајќи го предвид и последните бројки што веќе ги имаме од страна на Заводот за статистика, гледаме дека сме во вистинска насока што се однесува до привлекување на странски туристи, но истовремено и на домашни туризми. Бројките покажуваат дека имаме раст од над 8% во споредба со 2018 година. Ние ќе продолжиме на ваков начин да креираме мерки каде што ќе им овозможиме на нашите граѓани, но истовремено и на сите посетители на нашата држава да имат што подобра инфраструктура, што подобри центри, современи центри, се со цел тоа да влијае во економијата на нашата држава, целокупната економија во склоп на државата, но истовремено и во локалната економија. Со вакви инвестиции, ние како Северна Македонија го враќаме епитетот на Побола Шапка како еден од главните зимски центри во регионот и на таков начин ќе продолжиме и со дополнителни инвестиции во иднина. Фала. Навън тон, сот është një ditë e veçantë, pra sot jemi këtu me kryeministrin, me zëvendës kryeministrin Duraku, po njëkohësisht edhe me kolegët ministra, si edhe me menaxhmentin e centraleve të Maqedonisë. Pikës pari të shfrytëzoj rastin të faleminderoj punën e palodhshme dhe punën ekspeditive të menaxhmentit të Elem Tursit, që në një kohë pothuajse rekorde i kryeti të gjitha procedurat që ne sot kemi mundësi të jemi këtu në fillimin pra e punimit të 6 ursës pikërisht në kodrën e diellit, një ndër projektet më kryesore sa i përket rritjes së kapaciteteve të kodrës së diellit dhe nëpërmes projekteve të tilla ja kthejmë epitetin pikërisht kësaj qendre shumë të rëndësishme, jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, jo vetëm për komunën e Tetovës dhe regionin në tërësi, po njëkohësisht edhe në region apo në Ballkanin Perëndimor si një ndër qendrat kryesore sa i përket turizmit dimror pikërisht këtu në komunën e Tetovës. Ne si Ministri e Ekonomisë, njëkohësisht edhe si qeveri, jemi të përkushtuar që pikërisht të punojmë në tërheqjen e turistëve të huaj, por pse jo edhe atyne vendor dhe pikërisht duke marrë parasysh edhe të dhënat e fundit tregojnë se në kontinuitet dhe në veçanti në 2 vitet e fundit pothuajse kemi një rritje prej mbi 8% sa i përket turistëve të cilët vizitojnë Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mos harrojmë këtu edhe investimet indirekte sa i përket zhvillimit të kodrës së diellit, e cila u krye vitin e kaluar dhe ajo është aksi rrugor Tetov-Kodra e diellit, e cila përveç impaktit në kuadër të marrësisë së Tetovës, do të ketë impakt edhe sa i përket tërheqjes së turistëve pikërisht këtu. Ne nuk do të ndalemi me investime kapitale, por njëkohësisht edhe me masa për të inkurajuar qytetarët që sa më shumë të vizitojnë pikërisht këtë qendër turistike këtu në Kodrën e Diellit.